më falni, po konjunktura është në fakt fatkeqësia e mbytjes demokracisë në brendshme është vetë konjunktura i cili nuk merr me pozicionin e tij, nuk merr peshën e përgjegjësisë që ka. Po si kryekuvendar ka qenë i lëvduar nga të gjithë, madje është thënë që edhe nga AK-ja, nga PDK-ja, nga dikush që do të mund të votojë. Po si kryeparlamentar kuptimin që nuk ka qenë partijak, ka arrit me mbajt minimumin e një diskutimi përbrenda një parlamenti disfunksional, plotësisht. Ahmet Kastrati, si çështje e fundit, thot përshëndetje zoti Sadiku, shqiptarët shpesh reagojnë, përshëndetje edhe për ty Kastrati, shqiptarët shpesh reagojnë më fort kur shtetet e mëdha i kundërshtojnë sesa kur i përkrajnë. Kjo vjen nga, thot ai, mosbesimi historik ndaj fuqive të mëdha, ndjenja e viktimës dhe nevoja për të ndier të rëndësishëm dhe kur kritikohemi. Thot përçarja politike kur kundërshtimi nga jashtë shihet si dështim i palës kundërshtare dhe xhelozia dhe përçarja sociale ku dështimi i tjetrit sjell një knatësi të heshtur. Ka një analizë pak më të zgjeruar. Thot analistët si Blerim Gashi ndonjëherë i pasqyrojnë këtë ndjenja, por ndonjëherë edhe i nxisin. Për ty e ka Blerim. Thot duhet kultivojmë vetbesim dhe qetësi, pa u lëkundur nga lavdrimet apo kritikat e jashtme. Thot respekt për ju dhe në veçanti për matoshin e Gashin, matoshin se kemi këtu, Ahmet Kastrati Zvicër, përshëndesim. Por me përshëndetje dhe urime nuk po merremi, pavarësisht që e respektojmë Kastratin, por a ka drejt në analizën ky Kastrati që po e bën? Tani, nuk ka Kosova veprime cilat duhet me qenë dëshirë ose vullnet e mungesë e dëshirës e vullnetit individit. Ne jemi shtet, duhet veprojmë me diplomaci e me strategji të strukturuara mirë në interesin e vendit dhe jam i bindur që aty e ka analizën që e kemi bo kapërcimin e një vrojtimi e prekjet faktorin ndërkombëtar prej vullneteve individuale tek strategjia, sepse shtetet kanë interesa, shtetet kanë edhe raporte cilat janë ndërtuar mbi interesa, e këto interesa janë zgjatën e realizohen nëpërmjet diplomacisë. Tash, për 7 muaj nuk e di që kemi pa veprim diplomacisë në Kosovë. Në një moment jashtëzakonisht kritik të zhvillimeve në rajon edhe në botë. Pyetja e fundit nga unë, nëse ma jepni drejtën, kam drejt krenar, mentor dhe Blerim, edhe zotja Abazi, po me merit, po faleminderit. Zotja Abazi, a jeni më në AK, a vazhdoni rrugën më në AK dhe si e shihni të ardhmen e subjektit politik që aktualisht drejtohet nga zotja Haradini? Unë çfarëdo vendimi që marr, përveç se bëj publik, jam aty, para publiku, jam në aleancë, vazhdoj me qenë në aleancën për ardhmërinë e Kosovës, mendoj që pak njifet e shumë stigmatizohet si subjekt politik, për brenda e ardhmja mendoj që aleanca është në procesin e reformës, do vazhdoj me reformën të brendshme, zgjedhjet janë të parapara në fillim vitit tashëm të brendshme për strukturat e aleancës për ardhmërinë e Kosovës, janë çështje të cilat janë publike, kanë me vazhdu me qenë publike, unë shoh angazhimin tim në pjesën e edhe kontributin që munde me dhonë edhe në pjesën e aspekteve zhvillimore të energjia, mjedisi, por edhe në politikën e jashtme të sigurisë, dhe sigurisht që është kuadri njerëzve që kanë qenë aty prej Zotit Gjinje, Besnikut e të tjerëve cilët përbëjnë pjesën bërtham të strukturës, çka unë jam i fascinuar është me rezultatet edhe politikat zhvillimore komunale në Suharek, në Gjakov, Deçan, në Klin, ku realisht aleanca nëse shkonin Suharek është një qytet europian me balimuarimin, edhe unë mendoj që ajo frymë do të bartët edhe në pjesën qendrore të një shkputje prej byrokracive, filozofive të pafundme dhe tentimit fragmentimit, po orientimin punë konkrete dhe në realizimin e pritjeve të qytetarëve. Unë shpresoj shumë që kjo filozofi, ky koncept qeverisës komunal që për shembull zoti Gjini ka bërë stadium të futbollit me iniciativë vetanake, edhe përkundër sabotimeve që kanë ndodhur në të gjitha format e mundshme, e mos flasim për organizimin urban të Gjakovës që te kalon çdo komunë tjetër
zhvillimore edhe